Arjan Konomi rikthehet në Big Brother Fan Club nën moderimin e Kiara Titos dhe flet për pushimin e tij nga puna pas një statusi në rrjetet sociale. Konomi e pranoi faktin e penalizimit, por sqaroi se nuk ka pasur asnjë konflikt personal apo profesional me Top Channel. Kjo është shtëpia ime, kam mbi 20 vjet këtu dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij formati, sepse është ai ku nisa dhe u njoha me publikun. Ai tha gjithashtu se gjithmonë ka qenë i hapur për komunikim dhe nuk ka pasur probleme me Top Channel. Pushimi i tij kishte ardhur pas një postimi ku Konomi komentoi sjelljen e opinionistëve të Big Brother VIP Albania përmes një videoje në Instagram me mbishkrimin: "Mediokriteti vret më shumë se sa ignoranca." Në video ai shprehu zhgënjimin e tij për çastin e opinionistëve, duke e konsideruar sjelljen e tyre jashtë nivelit të formatit dhe të papërshtatshme për spektakël mbrëmjeje.